Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për situatën politike e nxehtë në këtë fillim shtatorit, por pa ndryshime përveç zhurmës. Opozita priste, shpresonte për një skenar të Nepalit, ndërkohë që sapo u kthye nga plazhi, morën detyrat e reja, u betuan në parlament dhe gjithçka duket se po shkon sipas normalitetit. Për më shumë do të flasim me avokatin e njohur, mikun e emisionit ton edhe tuaj, Zaxhi Islami, avokat. Përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Dy shpresa kishte opozita, një nga Amerika dhe një që mos përsërite nga ai që ndodhi në Nepal, por asnjëra as tjetra për momentin. Me të vërtet, po të dëgjova më, që të më zësh të gojë fjalën opozit, do mbyll telefoni dhe nuk do flasim më. Ku e ke opozitën? Ma thuaj ku e ke? Ku është? Morën pozicionet, postet në kuvend, u futën, u betuan, paga ecsin, më rregull janë ata. Çfarë kanë ata? 5.000 euro ti marrin muaj për muaj. Alizoti e tha që ne në rregull jemi. Më në rregull çka ku shkojnë më ata? Po unë pyes qytetarët shqiptarë. Pyes ata që u ankuan dhe u zemëruan sepse thash unë pse Mallkova dhe Shava diasporën, djemtë edhe të burrat që kanë ikur në diasporë. Ku t'ja lanë Shqipërinë? Keni marrë shumë mbështetje, avokat, mjaft komente pozitive në atë bisedë që kemi zhvilluar, se kemi prekur një realitet mjaft hidhur. Unë i pyes përsëri burrat dhe djemtë e diasporës, ku t'ja keni lënë Shqipërinë? Ku t'ja keni lënë atë dheun? Kush po qeveris në Shqipëri dhe zinin gojë Nepalin, të vi turp atyre që e përsmojnë Nepalin. Ati pas kish pasur heronj, mbi heronj, se del një 16 vjeçar dhe tund gjithë Azin, jo Nepalin. Gjithë Azin e tundi. Një 16 vjeç. Kurse 30 vjeçarët, 40 vjeçarët, 50 vjeçarët shqiptar delje në për klubet e Evropës edhe në për skelat e ndërtimit e Evropës punojnë si çfarë ditën për i cobuk dhe Shqipërinë ja kanë lënë diell kësaj zonë fshati digjet edhe diella krihet. Avokat, po se do ju pyesja edhe për këtë, po kush është përgjegjësia e saj tani? Ajo do i bëj tenderat, po kush do kapet? Atë do ta thras paku. Njëherë ai është një mashtrim i pas skrupull që e hanë shqiptarët sapunin për djath, kanë 80 vjetë që hanë sapunin për djath. Shqiptarët kanë 80 vjetë që i gënjejnë i mashtrojnë komunistët. Shqiptarët kanë 80 vjetë që shtypen, shkelen, çderohen, përdunohen, dhunohen, grapiten, viden nga komunistët. U vidhet ujt, u marrin burimet e ujt, u marrin, ore vetëm oksigeni s'ka si t'ja bëjnë që s'ua marrin dot. Dhe diskutojnë Nepali. Përshëndetje nga unë, një njeri, nga një shqiptar nepalezve. Përshëndetje dhe zoti ua bëft ditën 1000. Ata janë burra. Ata treguan që nuk ka rrugë më dhe jetë për korupcionin. Ndërsa në Shqipëri korupcionin mbështetet dhe nga jashtë Shqipërisë, dhe nga të ardhur nga diaspora shqiptare. Por opozita mbështetet duke i thënë shqiptarëve rrini të qetë, rrini urë, ç'kini ju, do mirëni resortet, do mirëni hotelet, do mirëni nosrokun do marrin shqiptarët. Dhe ai i gënjen ai person që u do të kështu. Dhe të dalë të më kundërshtoj, po jam bajti. Të dalë të bëj debat me mua, të mos flas nga televizioni i tij. Ku ti thot ai rini urë, që Amerikës unë e shoh, i intereson qetësia. Nuk do të di Amerika se çfarë heq shqiptari këtu, që po na vjen pronat e jeta ditë për ditë. Nuk do të di Amerika që shqiptarëve po u vjenin ujë oligarkët. Dhe thot, s'kemi oligarkë, thot. Janë oligarkët aty bashkë me të, që ushqejnë edhe e mbështesin. Avokat, po ta po presin që të vinë ata të Nepalit këtu, që masi marrun puna atje të vinë këtu. Të vetë jo. Po këtu ata do vinë ata të Nepalit këtu, do vinë rrëmbythjet e globit, do vinë që të tjetësojnë përbërjen demografike të Shqipërisë,
të shpërbëhet Shqipëria, të shpërbëhet. Populli shqiptar të mos ketë më komb shqiptar. Është teoria e globalistëve dhe praktika e tyre që të shpërbëjnë kombet. Mos ta sillen ata palestinezët avokat, se andej po i heq Trumpi nga rripja, andej do ta bëj Riviera, ata do investoj atje. Mos i sjell. Ka fuqi, po Trumpi ka fuqi e bën vëlla. Por Trumpi ka aq fuqi sa dhe neve mund të na zgjugë. Dhe mua mund të dërgoj njerëz në vras këtu, që flas kundër politikës tia. Kundër kësaj politike vrasjes e shparosur dhe genocidale që po bëhet në Palestinë, po bëhet në rrugën e Gazës. Unë do flas, do vras, po dhe të më vrasin. Tani dhe të vinë po deshin. Njerë kanë vlerë, njerë do vdes. Ama do vdes i burr. Jo si lepur. Nuk do dalu të bithire qytetarëve të them, rini të qetë more, edhe hapni puse edhe nxirrni ujë, edhe mbillni domate edhe perime, edhe se kështu do jetoni, por rini të qetë, ç'keni ju, çdo gjë do bëhet mirë. Ka 5 vjet që flet kështu. Edi Rama po bën çfarë do qefi atira. Edi Rama po vjedh pronat, po vjedh gjithçka, po shkel. Dhe në fund fare po Natal dhe me diellën. Po diellën nga gjeti. Nga polli diellën. Avokat, më jepni 2 këndvështrime për këtë. Një, pra gjykimin tuaj si qytetar, dhe së dyti si profesionist, që çfarë do shpëtoj me këtë diellën. Shiko, ai çfarë do që të thotë, ky popull është mësuar që ta hajë sapunin për djathtë. Dhe do t'i pranoj çfarë do që të thotë Edi Rama. Ora, këta e pranojnë Edi Rama dhe të bëj shurrën mi kokë, më fal, për mungesë edukate, po s'kam që bëj, jam i detyruar. Ky popull e pranon dhunë. Me në shikoj, i ke klubet edhe lokalit i ke plot. Plot. Dhe nga pse janë plot? Se fajtori janë ata të diasporës që dërgojnë para këtu. Se po të mos binin parat e atyre, këtu Edi Rama nuk i bushte 24 minuta, jo 24 orë. Janë ata që e bajnë. Është dhe mbështetësi kryesor i tyre i tia, nga Sauku, që del darkë për darkë në orën 6 dhe thotë rini të qetë, çdo gjë është mirë, do merrni tokat, do merrni pronat, do merrni hotelet, do merrni janë 120.000 apartamente të që ka Bashkia e Tiranës, dhe do t'i me vazhdojnë buën, dhe në fund fare u thotë, u a themur shqiptarëve se su thot ai. Ai shqiptari ku thot do merrni noc rrokun, o shqiptar. O shqiptar, do merrni noc rrokun, po që se do rrini të plini gjumë kështu dhe unë një jam, s'kam më shumë. Por që të më thuash mua një qetë në një kohë që Edi Rama, po bën çfarë do qefi, krimi komunist, po bën çfarë do qefi, kriminalët e Enver Hoxhës po bëjnë çfarë do qefi, dhe se kam dëgjuar njerëz thot diktatura e Enver Hoxhës, po thot bolshevikët. Bolshevikët janë në Rusi që janë këtu. E djemë të vajzat era nuk i njohën bolshevikët, e din që janë. Dhe sot diktatura e Enver Hoxhës. Dhe unë e pyes do t'i pilin që tani drejt për drejt. Zotri, mos je dërguar nga sigurimi i shtetit në 76 në Amerikë për të bërë atë që bën tek Kim Philby. Se një shqiptar nuk i do të ftoj këtu atje, që kemi duruar shumë. Me armë po desh edhe na vrit. Bolti kemi duruar, na kemi mashtruar dhe na mashtrove në emër të Amerikës. Pa po t'je përmendje për zgjuarësi e ti mirë se sa na mashtroje. Sa tentove dhe sa të shkoj. Pra jeni zhgënjur edhe nga ajo që ndodhin verë me ato xhiro. Totalisht, na ka mashtruar dhe nuk na mashtroi sepse besuam se ishte i dërguar nga Amerika, tani dhe dalë thot kush e ka dërguar nga Amerika. Edhe kush është ne? Ku ti thot ne ai? Do të thënë ajo ne. Nga gjeti ne. Kë përfaqëson valla se kur thot ne do të thonë që është vetë tre shumës. Kush, cilët? Mullik e erës. Tallet me shqiptar, dhe shqiptar edhe unë bashkë me ta, e besova në fillim. Patjetër që e besova. E besova dhe mbështeta. Dhe diskutoj dhe tha në një nga emisionet që ka të punë, prita shumë, tha se mos i shëristerëndes, po pas ka thirrur mendjes. Tha që e shpëtova unë, tha nga në Greqi. Unë e kam thënë dhe po e them pra ta dëgjojnë mirë shqiptar, ta dëgjojnë dhe ai zotëria atje në Sauk. Mua, në 28 nëntor të 2020 më ka ardhur ftesë në ambasada shqiptare në Afinë me rastin e festës së qeverimit dhe atje mora vesh që nga ambasadori shqiptar në Afinë në atë periudhë mora vesh që mua më kishte vajtur ambasadori amerikan në Afinë dhe
u kishte thënë në grekve, ai qytetari shqiptar që foli mbrëm është në mbrojtjen tonë. Pra unë mbrojtjen e kam parë shtetërore, mbrojtje nga të shërbimeve amerikane dhe jo nga të një persone që nuk e njifte as drejtjes e njifte, jo unë. Pra, avokat, për ta sqaruar për publikun se ju këtë bisedë mua ma keni treguar edhe privatisht në një biseda që kemi shfrytzuar, por për publikun kjo bisedë çfarë viti ka ndodhur edhe ka qenë një moment një ftesë nga ambasada për rastin e Dëgjoj. Atëherë ta sqarojnë çik më gjë po deshe? Po, sigurisht, prandaj u thash për publikun. Të falenderoj shumë për publikun, po natyrisht ja kam borxh publikut, duke falënderuar 1 milion herë që më ndjek dhe më dëgjon. Unë në 26 mars në darkë kam marrë telefonin atë televizionin Sky dhe duke parë që po bëhej një debat atje për çështjen e Kosovës, kam thënë dua të marr pjesë. Dhe ata më ftuan dhe vajta. Dhe në datën 27 në mëngjes, ambasadori amerikan në Athinë shkon në Ministrinë e Jashtme dhe u thot, ai qytetari shqiptar që ka folur mbrëm të Sky është në mbrojtjen tonë. Sepse unë në atë bisedë që vajta, u thash, ai Milošević kasapi popujve të Ballkanit, kisha atje përballë, po ta dim gazetarët që duhet ta kenë një orë dëgjuar një Dragan Đorđević, gazetari i Jugut që jetonte dhe punonte në Greqi, edhe një 2-3 të tjerë, edhe një politikane me komuniste greke dhe gazetare edhe deputet grek, kisha një panel me njerëz intelektual me ajkën e inteligjencës greke. Dhe u thash, ne jemi për çlirimin e Kosovës, për Kosovën e Republikë dhe jemi që secili të ketë tokat edhe pronat e veta. Për këtë arsye, grekët kishin vendosur, kishin bërë plan që mua të më zhduknin me sa diri, me sa mora vesh nga ambasadori jon atje. Dhe siç e thash në mëngjes të datës 27, ambasadori amerikan shkon në Ministrinë e Jashtme të Greqisë dhe u thot ai shqiptarit folin mbrëm atje në mbrojtjen tonë. Dhe pra asaj dite, edhe në vazhdim deri në 2021 që unë nuk e di e mora vesh në ambasadori, unë mendoja se kish demokraci në Greqi dhe më lejoni të flisja si një vend që e mbështet dialogun dhe atë mendimin e kundërt. Çfarë thua more? Çfarë thua, do më kishin zhdukur brenda 24 orësh. 4 ora fat kisha në datën 27 mars të 99 në mëngjes për të jetuar. Dhe për këtë falenderoj ambasadën amerikane në Greqi dhe shtetin amerikan. Po e theksoj, shtetin dhe shërbimet pro-shqiptare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky zotëria që dele thotë stovon të dalë të më thotë nga njohur. Të dalë të shpjegoj mekanizmin. Kishte para një 2-3 javësh akuza drejtuar jush, avokate? Po, më akuzoj mua dhe pse s'e murë të më akuzoj se për çfarë? Çfarë kam bërë? Bese kam mbrojtur identitetin kombëtar dhe interesat e popullit tim. Çfarë kam bërë? Cili që krimi, se ishte ky person, do t'ua jap, do ta shikoni, që më emëroi këshilltar juridik të tia. Dhe kur më tha mua që duhet paguash lek për partinë, se ti je avokat, dhe unë i thash, unë jam avokat që kam 3 papunë në shtëpi, dhe nuk kam aq para sa me doni ju për të paguar për partinë, që aty u zëmrua, dhe kur e mori natin, do të thënë u shkëput nga mua, kur unë fola te A2 dhe thash kur do ndryshoj qeveria dhe kur do bëhen ato që pretendojnë. Sepse pretendoj shumë gjëra dhe deri tani s'ka bërë asnjë gjë. Ka bërë vetëm llafe. Unë e denoncoj dhe i them, dil ball për ball, zotëri, se të kam duruar shumë deri më sot. Të kam duruar duke pranuar edhe atë kur Velesha si ne mirë një spion nga Gugajt e Progonatit që vetë tallet me mua duke vënë në dispozicion në video ato që ke thënë ti. Dil, vazhdo me të pandehurin Sokol Guga, më bëu bashkë me të hajde luftoni me mua. Unë këtu jam, në qendër të Tiranës, zotëri. Këtu jam. Dil edhe përballë me mua. Ose hajde bëjmë dialog kur duash para shqiptarëve. Keni pas në takim apo në telefonat? Absolutisht jo. Kam parë, më kam marrë telefon duke qenë në rrugë nga Tirana për të Tepelen, se Gjirokastër se kisha gjyqin, dhe më merr në telefon dhe më thotë do të rjep nga këmbët, se e harrova këtë. Dilur e thotë Pilin që më rrit nga këmbët,
Hajde se po të pres. Kështu zotëri, kjo është e vërteta me të. Pra, i Pilinçi ka ardhur aty, unë e akuzoj se ka ikur i dërguar si Kim Philby në Amerikë, ka vajtur i dërguar ose si Yusuf Mullaj nga sigurimi shtetit shqiptar që e lejon të shkote në Amerikë, se po të mos marrje firmën, po të mos mishte firmën sigurimi shqiptar nuk e lejon të etikje. Pra i po bën punën 100% punën e Tiranës. 100%, jo 99.999. Ai po e mban popullin gjum, ai më ide adetar dhe patriotët shqiptar, i heshti rrini qesë do bën, në fund fare, na i bëri deputet 13 që ka 62 milion euro të vjedhura, ky nuk sa gjë fare, por rri edhe merret me çikra mingra që nuk i hyn në punë as drejtit. Pra, unë e denoncoj këtë njeri. E denoncoj dhe i them, zotëri, deri mandjes dil ball për ball me mua të përballë më thuaj çfarë ku kanë gabuar unë interesin kombëtar. Një fjalë të më thot, një. Po merret me shpifje dhe me llafe dhe merret me fjalë të një të pandehuri Sokol Guga. Është i pandehur Sokol Guga. Dhe ky bën e mbështesin Sokol Gugrit me shok. Sa mbështet? Edhe 13 pecët. Megjithatë avokat, edhe për publikun, mjafton që emrin tuaj ta fusësh në Google edhe nuk del ndonjë akuzë. Dhe të më thonë, unë jam i hapur ja ku jam në qendër Tiranës. Dhe të më thonë, më tregoj se do ta them dhe këtë, më tregoj që është ankuar një qytetare që për mua është me peta mendore. Dhe i kam thënë asaj zonjës, e kam denoncuar në prokurori, ka shkuar dhe në dhomën e avokatisë, i kam sqaruar dhe kolegët e mi të dhomës avokatisë, gjithçka e ka bërë konform rregullave dhe ligjeve, dhe ajo zonja nuk e di me kë u konsultua dhe kërkonte që të shkarkohesha unë nga prokura që në kishtë dhënë, dhe t'i ktheja parat. Ta zonjë nuk t'i kthej parat si kur të përmbyshe qielli dhe toka, sepse më ke ngarkuar me detyrën e avokatit, të kam mbrojtur me profesionalizëm, kam dëshmi dhe gjykatën e Durrësit, edhe gjyktarin që i tha do të nxjerr për jashtë apo vazhdove të flasë kryesar, nuk dinte të pushonte kurrë. Dhe u kam dëshmitar gjithë lagjën këtu, gjithë bizneset që ka të çuditur dynjan. Me këta merret Pilinçi, kur nuk i jep lek. Dhe të më thotë ku nuk i ka kërkuar lek. Se do t'ja them me emrat personat që ka kërkuar lek. E ka të ndisi atë një zotëri që mbate shofer gjithë ato një vit e ca sa i mbajti 2 vjet, e ka të ndisi që blete benzinën e Pilinçit me lekë e pensionit ai. Ky është Pilinçi. Po falë zotit i dolën palarat shumë shpejt. U ekspozua shumë shpejt. Dhe dalë flas tani të ai podcasti që ka disë, është televizion ai, podcast, ta dinë shqiptarët. Mos i gënjej mendja. Televizioni ka valë televizive, futet në programin kombëtar dhe transmetohet si gjithë televizionet e tjerë. Dhe ta kërkojnë televizion, po e gjetën një fundi po, e gjenë vetëm YouTube. Në YouTube jam dhe unë. Duket se betejë do të vazhdoj avokat, jo vetëm me të, por edhe me faktin që ne këtu do jemi deri në 2050 kur Rama tha që do jetë në pushtet. Me ndihmën e zotit Pilinçi, me mbështetjen absolute të zotit Pilinçi, po. Nuk doli zoti Pilinçi të thosh një fjalë për diellën. Nuk doli të thosh një fjalë për këtë deklaratë të këtij şarlatani. Ai e mbron. Dhe Pilinçi është i dërguar i masonëve dhe i iluminatit për të zhdukur populli shqiptar, lese sot janë për Shqipërinë e madhe, ku t'ja thot ato mor, çan ato ëndra ndjell që thot ai. Dhe shkoj ta marr Shqipërinë e madhe poshtë burr. Me këtë do ta marr. Kush? Se ai nuk tregon se kush e mbështet. Atëre kush me mullit e erës? Me këtë tallë. Nuk kanë munguar dhe akuzat avokat që ai ose pamendësime, si mund ta themi, skenar që mundet që të jetë i nxjerrë edhe nga vetë qeveria. Një gazetar nga Amerika shqiptar, Ajana Sini, që po flisja pak ditë pak javë më parë në një bisedë, po më thoshte që ndoshta mund të jetë kjo. Unë dyshoj me 99% që ai ka hedhur firmën e sigurimit shtetit shqiptar kur ka vatur në Amerikë. Dhe nuk ja dim se me çfarë është marrë. Unë kam materiale që më kanë ardhur nga shteta shqiptar në Amerikë. Kam shumë bilet. Do vi ora dhe ato do t'i nxjerrim. Po e ftoj të vinë në tavolinë. Në tavolinë. Keni dosje domethënë, keni
çanta e zezë me dosje. Jo, s'kam çantës, me dosje kam kështu, si thonë, mesazhe të ardhur nga Amerika me biografinë e tij. Por fakti që ai vjen këtu dhe mbron në mënyrë më të pas skrupull, më bastarde, mbron Edi Ramën, dhe s'ka thënë një fjalë, tallë bytën e thotë do të falë për fjalorin. Do të përvëlloj, do të heq zbarë, do të bëj, do të lini militar. Çfarë thua, mori? Po mirë me kalamaj, këtë bështi këtu që tua do të tregj zbarë, po shko mos të tregj zbarë, dhe e pyes, çfarë ka ndaluar deri më sot që ti bëj ato që ka thënë? Do të thënë, ju ka kërcënuar direkt juve. Po më tha, do të rritë në këmë, tha. Kam të shpitar personën që isha në makinë, e kisha me vivavoce telefoni. Keni bërë në denoncim avokat apo jo? Me qa t'ja vërtetoj? Se unë denoncimin e bëj kur t'a vërtetoj, s'ka me qa t'a vërtetoj. E para, e dyta, i shtetet amerikana, e të lë gjanazhen dhe kështë të ikën. Se ashtu do iki. Si qerni, ashtu do iki. Edhe na i bëri komunistët peshqet. Prandaj unë ubithire shqiptarve. Qohuni në shembullin e atij 16 vjeçarit të Nepalit. Qohuni të mbrojmë interesat kombëtare. Qohuni të mbrojmë atë qohuni të mbrojmë pasurinë tonë, të mbrojmë jetën tonë, të mbrojmë fëmijët tanë. Qohuni të mbrojmë të ardhmen tonë, sepse po na zhdukin masonët me njerëz të dëguar prej tyre këtu dhe me këtë klik gangsterësh, hajdutësh, imoralësh, kurvarësh që po na qeverisë. Pra, po kalojmë tek drejtësia, një çështje që ne kemi folur në çdo bisedë që kemi bërë, kemi prekur në mos në fillim, në fund, pra ka qenë e pranishme në bisedat tona, tani mandati Dumanit po mbaron. Ajo që ndodhi edhe atë që bëri e bëri më shumë se çka bër, nëse mund ta vlerësojmë atë, nuk ka ç'bën në këto muajt e fundit, aq më tepër që nesër hapet edhe gara për kreun e ri. Pra, pasi Amerika i preu shpresat për një mandat të dytë. Do të jetë prokuror dhe për 3 vite, por jo drejtues pra i Spakut. Çfarë prisni që ndodh me këtë institucion, me Dumanin vet, por edhe me hetimet për dosjet e nxehta? Gjithçka ishte shumë zhurmë për asgjë. Gjithçka ishte shumë zhurmë për asgjë. Ishte u ju dha mundësia e Edi Ramës që të eliminojë 2 kundërshtar të fuqishëm që kishte për karrieren e tij, dhe i dha mundësinë tjetër që të dalë dhe të deklarojë dhe thotë unë do iki nga pushteti në vitin 2050. Pra, dhe do shkoj prap të ky misionari amerikan. Si nuk tha një fjalë për këtë deklarat të këtij kryeministrit. Dhe kur thotë që do t'i arrestojmë, do t'i bëjmë. Çfarë e ka penguar se tek Spaku jemi? Çfarë e ka penguar Spakun dhe çfarë ka penguar zotin Pilinçi që të bëjë arrestime dhe të jap urdhra se thotë unë nuk zbatoj urdhra, unë jap urdhra thotë. Ha prapë se si jep urdhrat. Se i do kështu, se që apër njeri të pyetje se a i shpushuar që tele flet vet atje, si shoku e në verë. Të njëtin qëndrim bën, jep mëndje. Dhe thotë për korupcion, qofse ka korupcion i pari, për mashtrime, i pari mashtruesës ai. Po ja them, të më shikoj, drejtë në sy se dik do më shikoj në media juaj. I pari mashtruesës ai, ka 5 vjetë që mashtron, do t'i heqim, do t'i qërojmë, do t'i bëjmë, do t'i dënojmë, do t'i ekzekutojmë, umori që keqen. I pasuroj, as një tjetës u bëri. Pra, avokat, nuk është e presim një ndryshim as nga drejtuesi i ri, as nga Amerika. Cila Amerika? Amerikës, po t'i përshële, edhe në Kosovë, kërkon llogari dhe thot mos aprishi qetësinë. Amerika kërkon qetësi, zotrin, nuk kërkon drejtësi. Po do ju pyesja edhe për atë të Kosovës, sepse një goditje edhe për ne ajo, ndërprerja e dialogut. Po pra është goditje e dyfis, tu thonë shqiptarëve, mbylleni gojë. Nënshtrojuni komunistëve të Miladin Popovicit, si atje dhe këtu. Këtë po na thot Amerika. Dhe dalën të thonë të kundërtën. Dhe unë i bëthiri ambasadës amerikane. Po i bëthiri prapë. Të më thonë, nëse ka kartel të njeriu të sëmur, pëllum Pilinçi apo s'ka. Të na thonë. E dyta të na thonë kë përfaqëson ai njeri këtu, dhe e treta të na thonë, a ka mbështetje nga strukturat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës pëllum Pilinçi që dele dhe thotë, unë do bëj atë, do bëj këtë, do t'u jap atë, do t'u jap këtë. Në qofse janë përfaqësues serioz të një shteti serioz, të dalën të na thonë.
Pra, Se e kemi mundësin që t'i dërgojmë dhe presidentit Amerikan Trump një kështu email. E ti themi çfarë po bëhet këtu, dhe në emër të kujt bëhet. Dhe të mos shfrytëzojnë emrin e Amerikës dhe personalitetin dhe prestigjin e Amerikës për të na tallur neve dhe për të na mbajtur në pushtet komunistët që kanë bërë deri më sot. Se deri më sot Amerika e mbajti në pushtet Enver Hoxhën. Ishte Kim Philby që i denonconte dhe i spiononte grupet e rezistencës që vinin për të rrëzuar Enverin. Ishte Kim Philby. Të paktën kështu shtën, po ishte Kim Philby, apo ishin Kim Philbat që drejtonin Amerikën, këtë nuk e di, dhe të na thot zoti Pilinci. Pra drejtësi mos prisni. Asnjë gjë nuk do lëviz, një gjest nuk do lëviz, fare. Nuk lëvizin shqiptarët. Pra, mund presim lirohen ata që janë brenda, jo këto që janë brenda, dhe jashtë dhe të futen brenda. Do lirohen ata që janë brenda. Avokat, të falenderoj shumë për gjithë bisedën, e drejt për drejt, si gjithmonë, siç u karakterizon edhe juve, edhe t'jam minjos shumë për kohën dhe në emër të publikut tonë, të falenderoj sërish. Edhe unë të falenderoj për ftesën, të falenderoj për mundësinë që më jep për të shprehur dhe për të thënë ato gjëra që nuk i thonë të tjerët, duke mbyllur me një thirrje. Nepal zbrit në Shqipëri. Kaq. Të falenderoj avokat. Të uroj ditë mbar.